mos harrojmë gati 7% e indeksit amerikan është e ngarkuar me kompani teknologjike. I ki Meten, i ki Alphabetin, i ki Google, i ki Nvidia, i ki kompanitë e Elon Musk, i ki... Domethënë, e gjithë Silicon Valley aty është, domethënë. Edhe këto pat një farloj rënje të konfidencës investitorë për shkak se erdhi inteligjenca artificiale. Gjithë ishin të bindur, e patëm ChatGPT, doli DeepSeek, që e tronditi DeepSeek i kines, që e tronditi tregun global, edhe filloi Silicon Valley të ndjetë, Kalifornia dhe Amerika të ndjetë që ka dalë siklet shumë i madh, për shkak se kjo është tamam Sputniku, momenti i Sputnikut, në kohën në vitin 1958 kur rusët e qunë njerën e parë në orbit, domethënë ishte moment që zuri Amerikan, si themi kështu, në habitshëm. Edhe kjo krijoi një farloj sensit, investitori mos harro Muhamet, investitori me një herë reagon. Kur e sheh DeepSeek u fut në treg, i tërheq paret prej tazojmë ChatGPT ose prej Nvidia, se ChatGPT nuk është akoma në indeks, edhe ajo para mbetet në bank diku. Mund mbetet në bank në Washington, në New York ose në Bruxelles ose Londër. Edhe çka ndodh me ato, ti si e hekat pare, stoku i qasaj kompanie që është tërhek pare, fillon konfidenca me ra, për shkak se ata duhet me shku te treg